Është koha të fillojë orari i punës, por Shpejtim Bulliqi nuk shfaqet në zyren e tij. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje që fitoi pa balotazh mandatin e dytë në krye të komunës së Podujevës, erdhi këtu tek në orën 10. E vonesën e arsyetoi me festën e gjatë të triumfit në zgjedhjet e së dielës. Na mbrëm vetëm deri vonë, duke festuar me aktivist, me antar, me simpatizant, prandaj kjo ishte arsye. Ky shfaqet i kënaqur shumë me rezultatin që mori. Unë jam shumë i kënaqur me besimin që na kanë dhënë dhe unë i premtoj që do të punoj shumë. Ndonë se pritshmëritë qenë edhe pak më të mëdha, dilema thot se nuk pati. Planifikimet të cilat i kemi pas këtu dikun 53-55% kemi prit që do të ecë si rezultat, sepse aja që ka qenë e dukshme pritshmëriun është bazuar mbi ato çfarë na kanë dhënë qytetarët. Ky premtoi se punën për mandatin që sapo e mori do ta nisë qysh nga tash, madje veç vazhdimit të projekteve, Bulliqi thot se do të përfundohen edhe shumë punë të tjera. Me këtë mandat do të arrijmë ta përmbyllim impjantin Ura Zeza. Me këtë mandat besoj që do ta përmbyllim një palestër sportive. Me këtë mandat do ta mbyllim ngrohjen qendrore ose nxemjen qendrore për qytetin e Podujevës. Me këtë mandat po shpresoj shumë që do ta mbyllim edhe parkun industrial. Shpejtim Bulliqi në zgjedhjet lokale mori 53.42% të votave, derisa kundërkandidati pati Ekrem Hysenin nga LDK, Isak Shabanin nga PDK, Baki Fetën e AA-kës e Xhemail Hasanin e Nismës. Ky i fundit si pasojë e pakënaqësisë me rezultatin zgjedhor, të hënën dha dorëheqje nga të gjitha funksionet brenda partisë.